Në Komitetin për Arsim u diskutuan çështje kryesore, siç ishte migrimi i nxënësve dhe u trajtuan tema të ndryshme kryesisht që kishin të bënin me funksionalizimin e këshillave të shkollave. Pjesëmarrëse në këtë mbledhje ishte edhe drejtoreja e arsimit Diana Çarkaxhia. Në Komitetin për Arsim sot diskutuam dy çështje paksa më të rëndësishme. Është fjala për emigrimin e nxënësve, i cili ka qenë i shprehur në periudhën e tetor-nëntorit të vitit të kaluar, që numri i nxënësve ka arritur në 321. Mbi gjitha është funksionalizimi i këshillave drejtues të shkollës, këshillit të prindërve, këshillit të nxënësve, ku panelistët e kanë të arsyeshme se është shumë e domosdoshme që jenë prezente dhe të jenë të fuqizuara shumë. Ndër temat të tjera të cilat u diskutuan ishin investimet nëpër shkolla, siguria e nxënësve në shkollën Femi Agani, me që në afërsi ndodhen 2 shtëpi, të cilat janë shndruar në shtret të qenve Endacak, dhe mundësitë për shtimin e një aksi të veçantë në shkollën e vjetër Mustafa Bakia.